Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot kemi këtë E63S 2016-ës, po ky nuk është stok. Stok janë 585 kuaj këto, kurse kjo është Stage 2, është një 720. Kena bo E63 faceliftin W212 CR-n, po ky sot mi është nivel tjetër edhe është shembull se si duhet me i majt paka shumë makinat. Duke fillu të gjoja që bjen sy më shumë, kjo i ka ca gjona të vogla të lezetshme të bome, po pa ndryshuat e të fabrikës. Është ullë mrapa, është nivelin më të ullët mundshëm. Këtu duhet me përdor në këtë lloj niveli që është vetëm për pistë, edhe të kesh rrugë të mirë pa luhatje, se kjo është si në shina shko pastaj, po pati luhatje ngrehet direkt. Diset janë 19-që, gomat Michelin, sa janë vu, edhe bëjnë diferencë shumë, se ka shumë fuqi kjo, është 720 kuaj. Gjitha gjonat i ka stok të veta, to pjesë e karbonit i ka vetë fabrikës, nuk është tua si gjo, edhe bedgji këtu si është ndryshu, nuk është prek si makinë, dritat LED inteligjente normalisht. Para është bo grilla blackout e këto pjesët, rreth e qark, po nuk është bo as front lip shtes, as me ndru maskarinon, është vesh me të zezë, po është majt ajo që ka të vetën. Edhe kur e shef, është jo e bukur, po është super e bukur. Më e bukur se çka dal nga fabrika, se kjo e ulmja jep më shumë pamje. Janë vu dhe distancier, edhe tash janë mush gomat, se zakonisht to i kanë më të fut me mrena, po kjo e rregullon pamjen. Është edhe me xhama të zi, është super e bukur. Domethënë, para ne thash është si shembull se si duhet me majt makinat. Makinat e kësaj kategorie të paktën, se fakti që u kanë ra pak çmime në treg edhe janë bo më të lehta për t'i ble, jo domosdoshmërisht do të thonë që është e lehtë për ta majt. Për ta majt tamam si duhet, prapë to kanë shpenzimet e veta. Edhe mrapa këtë bishtin siç e ka të fabrikës të vetin, E63S, difuzori ka këtë pjesën e karbonit. I është bo downpipe, si janë vuas marmita brabus me koka, si gjo, si që ka të vetat, ato janë majt. Ta shohim edhe motorin. Ky është M157. Tash i stok kjo ka 585 kuaj fuqi edhe 800 Nm torque, se është versioni S. Kësa janë bo Stage 2, bo dhe TCU-ja është bo remap, downpipe, edhe ka shku dikut e 720 kuaj. Thor kumbimi 100, po besoj e kanë limitu, se kanë lonë, se me e lonë lirë shko edhe 1300, po rreziko kamion, duhet me përforcu kamion ashtu. Po shumë e shpejt, shumë motor i mirë, zhurmë shumë bukur, ka karakterin e vetë ky motor, edhe është tamo motor AMG, me plakën e ati One Man One Engine, handcrafted, po shumë e pastër, më thonë, edhe kur e shef, gjitha gjonat i ka në vi si duen, nuk shef pa rregullsi, ka lezet, edhe po shkofa nësë është e pastër. Unë edhe vetë si moj pastër fort makinat e mija, po shërbimet të bëj, po kjo, kur shof të le nivelesh, them që jam edhe vetë pak mrapa. Bagazhi habet me kom, edhe për ta myll me kom. Tani ta shohim dhe interiorin. Normal kjo është me kiles go, hapet myllet me çelës në xhep. Edhe mrena është paq e pastër sa jashtë. Normalisht to gjonat AMG-s çka ka, i ka të gjitha kjo. Timoni AMG-s shumë i bukur me pedal shifters plus minusa, i ka këto alumin, nuk i ka plastike. Është bo Alcantara se konsumohet normal. Ndër vite këto prishen, është bo në mënyrë shumë mirë, nuk është se e dallo shumë, si originalja. Orën që e kanë AMG IWC Schaffhausen, audion Harman Kardon, lartë është Alcantara komplet, rimesa e bukur e karbonit, me qepje, të pjesë të bardha, normalisht në dijet elektrike me memorje, është me ngroje me ftoje, me perde elektrike, sensor të parkimit, tu ka këtë që kontrollo klimën, të në standarte që i kanë E-klasat paka shumë. Është shumë e pastër edhe mrena, më thonë nuk janë prish gjonat, nuk janë fshi butonat, është majtë si që duhet, edhe crosscode me qepje. Këto janë ndryshe pasaj, Comfort Sport, Sport Plus, manual edhe RS-ja, traction control off, këtu është për amortizatorët edhe AMG mode, edhe kjo leva marshit që e kanë të AMG-s. Këto gjonat e tjera pasaj këto kontrollo këtë kompjuterin e bordit. Këtu është kjo që ka sëndilje dinamike dhe masazh shoferit. Pasagjeri se ka, kanë qenë opcionale, ekstra. Sëndiljet i ka shumë të rehatshme, edhe supportive. Jo vetëm të rehatshme, po e supportive, të majnë kthesa. Kanë këto bolsters, i kanë të mira, me start-stop. Këto sensorëve të parkimit që ka 100 vjetë që i përdor Benzi, që di sa shumë ka zgjatë para dhe mrapa. Shumë ambient i mirë. Edhe mrapa, se e kena bo E-klasin, nuk pa zgjatë shumë, po ka hapësirë goxha.
kjo s'pas sa klim të veçantë mrapa, vetëm 2 zona para. Po shumë e pastër. Ta shohim edhe sendilen. S'ka kilometra shumë, po është shumë e pastër. A logën me gëstu. Shif sa e ulme është. Kabinë pak outdated, si e vjetër, po shumë funksionale. Ja di ku i ke gjitha gjonat, me butona fizik, jo me touchscreena me budalliqe, po edhe me kualitet materiali është mirë. Po kjo nuk është stok. Stok janë 585 kuaj këto, kurse kjo është stage 2, është një 720. Kena boj stok si këto, po ai ishte i lodh krahasum me këtë. Kjo është nivel tjetër. Qa mapi ke bo? Raketës. Si do bojë në tunel. Shumë e shpejt. Është ullën, është si ka stabilitet. Po pra, s'ka pa dirol. Shumë stabil. Shumë e shpejt. Ky 5.5 që i Benzit, edhe pse nuk është shumë i dashur për njerëz, se shumica duan me 156 në aspirato, po edhe këtë 4000 e ri që është i fort goxha, po ky ka karakterin e vet, kur e modifikon sidomos del tamam atë në formën e vet. Është tork monster janë këto, shumë tork. Kjo ka shku një 1000 ca Nm tork tashi, super mjet. Ky stremet. Kjo është e mirë edhe në përkthesa, nuk është vetëm për vit drejt, në rrugë drejt e mirë, stabil shumë edhe në kthesa. Futesh kthesa me shpejtësi të lartë, me shumë konfidencë, edhe kena në komfort deri tash. Kjo është 80, sa shumë zhurë në boka më. S'po ka shumë. Ja kam lanë të 3000 sipër, apo Po, po. E ka pamin e modifikume. E ke bojë TCU, remap. Ka ata për me nduru ma shumë shpejt. Po. Frenet e da kërëti, e da qeramike. Po. Dhe kjo thënë të reja prap, se ti shko 200 Jo, kjo e merë shpejtësin direkt. Po, e merë shpejtësin direkt. kabine, kërë? Po. Kafsh. Edhe unë më shumë qef stok i kam. I bona i gjop me enhance vogël OEM Plus, jo me ndru kret. Sa zhurmë.
ka se Po mal. me kë, me stok. Ha, me ty po. Shumë më shpejt kjo. Kjo. Pa edhe në formë, është edhe në gjendje kjo është. Është Edhe në gjendje nga këta gjonat është më mirë. Nga lart është. Edhe kështu që e kam ullën, Po e ka nimu për handling e nimon ajo. edhe është distancirë. Po. Se po hecë kështu s'vëzis shumë. Ja. Të me thonë, e ka normal. Një gjë prap normal, po si t'jesh të gjuj muzikë gjë. Pra pa Së në pastaj. sport e kom, komfort në është ta ullë prap. E to downshiftet i po. I ka degër. Po. Ashtë shumë agresive. Mjetë. Shumë mirë, man. Po, e ma tamam. Ja, në gjitet. E për kaq fuqi sa ka kjo, po i ke dhe gomat e mira aty. Po, i kam 3. Se ti gjyro edhe pse është formatik. Ka shumë tork. Po.